Si që bën e dije, u shqyrtuan kërkesat e disa organizatave ndërkombëtare për dërgimin e misioneve të përhershme ose të përfaqësuesve të tyre në Kosovë. Në komunikatën nga kjo mbledhësohet se këto kërkesa u vlerësuan si përpjekje të Bashkisë Ndërkombëtare për zëvendësimin e misionit të KSB-s në Kosovë Vojvodinën Sanxhak, i cili ishte suprimuar. Kërkesat u refuzuan, siç thuhet, edhe për shkak se Jugosllavisë nuk i lejohet pjesëmarrje e barabartë në punën e këtyre organizatave. Si duket në komunikatat nuk përmenden arsyet pse organizatat ndërkombëtare kërkojnë dërgimin e misioneve të tyre në Kosovë. Së njëjtën kohë, e ashtu quajtura ministre për të drejtat e njeriut në këtë qeveri, Margit Sadović, nëpërmjet një emisioni në gjuhën rome të Radio Prishtinës, kërcënoi edhe një herë refugjatët shqiptarë që mund të kthehen nga vendet e Evropës veriore e perëndimore. Ajo tha se refugjatët që gjoja kanë shërbyer në Gjermani për qëllime propagandistike do të ndiqen. Aludimi se fjala është për refugjatët shqiptarë ishte shumë i tejdukshëm. Kështu, ministra e ashtu quajtur i bëri edhe një shërbim politikës së Miloševićit për lehtësimin e përpjekjeve për ndërrimin e strukturës etnike të Kosovës. Këta hapa janë edhe një dëshmi se qeveria e Jugosllavisë së Vetëshpallur, të instaluar e të kontrolluar nga Miloševići, i friksohet ballafaqimit me çështjen e Kosovës dhe me çështjen shqiptare, gjithnjë derisa këtë do të jetë detyruar ta bëjë vetë Miloševići. Duke pasur parasysh këtë fakt, presidenti i Republikës së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, në shumë raste ka kërkuar një angazhim më të madh të Bashkisë Ndërkombëtare dhe sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Rasti i Bosnjës është edhe një dëshmi se ndaj serbëve duhet ndërmarrë masa më energjike, sepse ata janë kooperativ vetëm atëherë kur janë të detyruar.